Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologe Denisa Shyle dhe ky është kanali im YouTube-it, tek i cili mund të gjeni shumë video në lidhje me ndikimet e ndryshme astrologjike, si në lidhje me ndikimet planetare, po ashtu edhe ato periodike. Për të më mbështetur, mund të regjistroheni tek ky kanal, mund të përgjigjeni videot, të shkruani komente, si dhe në qoftë se dëshironi të merrni informacione në lidhje me videot e ardhshme, atëherë mund të hapni dhe njoftimet, të cilët është ajo zilja që shikoni në ekran. Tonë se këto video janë shumë të detajuar, e di që keni nevojë edhe për informacione për jetën tuaj personale. Të gjitha pyetjeve tuaja mund t'i japim përgjigje duke bërë analizën e hartës tuaj personale. Për të prenotuar këto shërbime, mund të më kontaktoni nga numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Ju lutem më shkruani sepse është e pamundur që t'i përgjigjem të gjitha telefonatave. Dhe shenja e peshorës. Shenja e peshorës është një ndër shenjat më të ndikuara në këto momente. Arsyeja e kësaj është se të gjithë planetet të cilët kanë kënde pozitive në këto momente kanë një ndikim pothuajse drejt për së drejti tek jeta e shenjës së peshorës. Kjo vlen në lidhje me çështjet sentimentale, ku arrim që të kuptojmë shumë mirë cilat janë dinamikat e shëndetshme ose çfarë ne duam të ndërtojmë. Si do kemi dhe hyrjen e të ndonë për shumë situatave të reja, të cilat na duhet që t'i mirëmbajmë, ose në disa raste rikthimin e situatave problematike të shkuarës, të cilat na duhet t'i rregullojmë. Nga në tjetër kemi edhe përcaktimin e shoqërisë, pra cilat janë personat që janë të shëndetshëm për t'i mbajtur këtu. Kemi një fat vërtet shumë të madh i cili vjen nga shoqëria, sepse na bën që të na hapin edhe rrugët në lidhje me realizimin e ëndrave dhe të qëllimeve tona, një prej të cilëve mund të jetë edhe partneri i jetës tonë. Nga ana tjetër, kemi edhe një perceptim të ri në lidhje me ideologjitë tona. Pra gjithçka në jetën tonë në këto momente është duke ndryshuar, si rreth shenja e peshorës ndikohet vërtet shumë. Dita e martë për ju mund të jetë një ndër ditët më të vështira për të menaxhuar. Kemi një kryq të madh që krijohet në qiell, pra 4 planete të cilët janë në kënde negative me njëri tjetrin dhe hëna është e vendosur tek ju. Si instinktet tuaja mund të çojnë drejt gabimeve shumë të rëndësishme. Këto gabime mund t'ju kushtojnë edhe karrierën, në disa raste mund të kushtojnë edhe lidhjen tuaj nëse nuk jeni të vëmendshëm. Por ndikimet janë shumë të menaxhueshme. Mënyra e thjeshtë që është për të menaxhuar është të kuptojmë mirë situatën, për çfarë po ndodh rreth rrotullt nesh. Duke qenë se kemi një stimulim shumë të madh nga jashtë, sepse po ndodhin shumë gjëra të vërtetë në jetën tuaj ose mund të ndodhin. Do të thotë që nëse jemi të qetë, i shikojmë gjërat një nga një dhe mundojmë që të gjejmë vendin e tyre në jetën tonë, normal që kemi të thjeshtë për të menaxhuar. Dhe në këtë rast mund të përdorim si shkallë apo mundësi për të krijuar diçka shumë herë më të shëndetshme, pra për të avancuar drejt suksesit tonë. Në lidhje me çështje sentimentale, jemi futur tashmë në një periudhë ku pothuajse të gjitha shenjat kanë fat, por ju vërtet jeni një ndër shenjat që keni më tepër fat. Kjo është pak a shumë në mënyrë instinktive, sepse instinktet tuaja ose intuita juaj ju çon drejt personave të përshtatshëm për ju. Normalisht kjo është e vlefshme për persona që nuk kanë një njerëz në jetën e tyre, por të gjitha ata që kanë një person në jetën e tyre dhe mund të kenë një lidhje e cila është pak e lodhshme ose pak problematike në këto momente, mund të gjeni pak a shumë instinktivisht zgjidhjen dhe nëse komunikoni këtë në mënyrë të këndshme, në mënyrë pak më të butë, pak më romantike, atëherë mund të jetë më thjesht që dhe personi përballë ta kuptojë, ta pranojë dhe të jetë më i gatshëm për ta aplikuar atë. Shenja e akrepit është një nga shenjat më të ndikuara gjatë kësaj jave. Ndikimi më i rëndësishëm që ka shenja e akrepit gjatë kësaj jave është mund të mos di se ku të përqendrohet. Kemi një Saturn i cili do të kalojë në retrograd pikërisht tek shtëpia juaj e jetës së përditshme dhe rutinave, prandaj edhe që të programon diçka mund të bëhet disi e pamundur. Të gjitha planet mund të prishen, mund të jeni në kontradikt me veten tuaj, pra nevojat dhe dëshirat tuaja mund të jenë në kontradikt me njëra tjetrën. Është një javë pak e vështirë për të menaxhuar, si rridhoj. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi fat. Kemi fat sepse është një javë mundësish në lidhje me karrierën, në lidhje me çështje sentimentale, për të perceptuar se cila është rruga që ne duhet të ndjekim për të arritur potencialin tonë të plot. Pra, është një javë vërtet shumë e çuditshme, sepse ndërkohë që na jepen të gjitha mundësitë përpara, mund ta kemi pak të vështirë që t'i përdorim ato. Ajo çfarë na duhet të bëjmë është të jemi pak më tepër në sinkron me rrjedhën e jetës. Çfarë duhet të them me këtë?
Në këto momente universi po ndryshon gjithçka. Dhe në jetën e shenjës së akrepit vërtet që kjo ka një ndikim të rëndësishëm pothuajse në çdo aspekt, si në aspektin profesional, në aspektin ton të marrëdhënieve personale, sentimentale, po ashtu edhe në lidhje me familjen, në mënyrë se ne i perceptojmë të gjitha këto. Dhe duke qenë se këto janë gurët më themelor të jetës tonë, shenja e akrepit duhet që të përshtatet, por në mënyrë që ta ketë mundësinë ose aftësinë për të përshtatur me këto, duhet ta di që të lexojë dhe rrjedhën e jetës, pra të çfarë po ndodh rreth rrotull. Kjo është edhe arsye që në këto momente në vend që të marrim vendime, na duhet që të jemi pak a shumë të aftë që çdo gjë që po ndodh ta implementojmë në jetën tonë. Kemi një ndryshim në lidhje me karrierën. Këtu kemi fat në të vërtetë sepse Jupiteri zmadon gjithçka pozitive dhe e shton shumë më tepër aftësinë tonë për të qenë proaktiv, por nga ana tjetër mund të kemi edhe rrezimin e panikut ose të frikës ndaj suksesit ose të ripërsëritjes së të gjitha dështimeve të të shkuarës. Prandaj shenja e akrepit gjatë kësaj jave duhet të jetë alert në kuptimin që duhet të shikojmë, vëzhgojmë mirë se çfarë po ndodh në ambientin rreth rrotull, që të ketë mundësi që të aplikojë ata, dhe duhet të di dhe se të përdori fatin pra në momentin që vjen. Prandaj që ta mbajmë programin ton pothuajse bosh është një ndër këshillat më të nevojshme në këto momente. Retrogradi i Saturnit do të ketë një ndikim të drejtë për së drejti edhe në energjinë që ne kemi në trupin ton. Prandaj dhe në këtë pikpamje duhet të lejojmë vetes tonë patjetër kohë që të mund të shplodhemi, të mund të bëjmë gjëra që na argëtojnë sepse do të na ngrenë shumë më tepër moralin dhe energjinë, ose më thënë do të na stimulojnë që të jemi më aktiv në jetën tonë. Dhe kemi edhe një ndikim pozitiv në të vërtetë që është ajo në lidhje me çështje sentimentale, duke qenë se jemi pak më të ndërgjegjshëm në atë çfarë duam dhe mbaron dhe retrograda e Mërkurit. Kjo për shenjën e akrepit do të thonë një fokusim tek krijimi i lidhjeve më të shëndetshme, mbi të gjitha krijimi i lidhjeve të cilat i rezistojnë kohës. Prandaj dhe nuk humbasim kohë vërtet me persona të cilët janë të panevojshëm. I piketojmë menjëherë ata dhe kemi mundësi për këtë arsye që të kalojmë kohë ta gjithë kohën ta investojmë tek persona të cilët mund të jenë të shëndetshëm, ose me të cilët mund të krijojmë një lidhje të shëndetshme. Shenja e Shëgjetarit, ju jeni një ndër shenjat më pozitive, që kanë ndikime më pozitive në këto momente, duke qenë se Jupiteri është ndër karakteret kryesor të kësaj jave. Ka një mbështetje vërtet shumë të madhe që vjen nga Urani, që do të thotë marrëdhëniet tuaja personale në këto momente ju mbështesin, pra partnerët, bashkëshortët, disa raste edhe persona me të cilët kalojnë më tepër kohë e tjerë, ju mbështesin që ju të mundeni ta arrini potencialin tuaj. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me shoqërinë, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me ideologjitë tuaja, të cilat tashmë spastrohen dhe fokusohen shumë më tepër tek gjërat të cilat ju bëjnë që ta arrini veten tuaj. Dita më pozitive është dita e premte e kësaj jave dhe ju jeni një ndër shenjat më me fat në këtë aspekt, sepse Hëna, që është një ndër këmbët e këtij trekançi, do të jetë vendosur tek shenja juaj dhe do të ketë një kënd pozitiv pikërisht me drejtuesin tuaj. Kjo është një ndikim ose një vendosje shumë me fat në astrologji, sjell një ndikim shumë pozitiv në lidhje me kreativitetin, ju bëni person të cilët shkëlqeni dhe si rrjedhojë të rishni në jetën tuaj dinamika të cilat ju ndihmojnë që të keni më tepër mirëqenie në jetën tuaj, si në aspektin romantik, po ashtu edhe në aspektin social, një jetë është e vlefshme dhe në aspektin material. Keni më tepër mundësi që të udhëtoni në këto momente, madje pas çdo udhëtimi mund të fshihet edhe një surprizë pozitive, sepse ju bën që të zgjeroheni në këto momente, çdo mësim që merrni të vërtet pothuajse aplikohet automatikisht në jetën tuaj. Retrograda e Mërkurit, e cila do të vazhdojë që të ndihet edhe gjatë kësaj jave, ndonse do të mbarojë ditën e premte, për ju domethënë përqenimi i dinamikave të cilat i mësuar përmendësh gjatë Jupiterit tek shenja e Gaforës për gjatë vitit të kaluar. Atë çfarë është e shëndetshme e kuptuat, atë çfarë është e pashëndetshme e kuptuat, dhe ajo çfarë përqenohet është relatat që mbani ose që keni në këto momente, që vendoset që të mbani jetën tuaj, i keni për gjithë jetën, ndërkohë që të gjitha relatat të cilat kuptuat që nuk i dëshironit më, tashmë largohen nga jeta juaj për t'i lënë vend individëve ose dinamikave të cilat janë shumë më të shëndetshme dhe që ju ofrojnë shumë më tepër ndihmë dhe mbështetje. Dhe shenja e Briciapit, kjo është një javë shumë e rëndësishme për ju. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm sepse drejtuesi juaj do të kalojë në retrograd, pak më tepër që është i vendosur tek shenja e Dashit, dhe kjo ju bën juve shumë aktiv ose
doni të jeni shumë aktiv, por nga ana tjetër ju detyron që të jeni të përgjegjshëm në çdo hap që hidhni. Të gjitha marrëdhëniet familjare ose çdo gjë që ka të bëjë me banesën gjatë së javës është shumë herë më tepër në sipërfaqe. Si edhe këtu mund të kemi edhe probleme ose ripërsëritjen e dinamikave të cilat mendoni se i kishit zgjidhur. Mund të bëhet pak e lodhshme për këtë arsye. Nga ana tjetër, ju ofron edhe një shërim të plot. Ky shërim vjen si rrjedhë e shironit në të vërtetë, i cili ju bën që të kuptoni shumë mirë se cilat është jeta që ju doni të ndërtoni. Pra, ku ju e ndini veten që mund të keni më tepër sukses, ose që mund të jeni më tepër vetvete, që mund të shpreheni pra më hapur, më qartë. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi shumë të ndikuar edhe marrëdhëniet që keni me partnerët tuaj, si dhe në lidhje me karrierën. Çdo hap duhet të hidhet me siguri të plot. Të gjitha problemet që ekzistojnë këtu duhen parë me seriozitet dhe duhen zgjidhur. Sidomos marrëdhëniet personale janë futur në një fazë ku nuk mbajnë më ose nuk mund të tolerojnë më papërgjegjësi ose që të zvaritet situata. Si rrjedhoj duhet merrni vendime tashmë, nëse dëshironi apo s'dëshironi që këta persona të ekzistojnë kështu siç janë në jetën tuaj, apo nëse dëshironi ta shndroni lidhjen tuaj në diçka tjetër. Pra, këtu mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me ndarje, mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me kalimin në një stat tjetër, pra më të lartë, si në martesë e të tjerë. Nga ana tjetër, në lidhje me karrierën është një javë vërtet shumë vendimtare. Kuptoni më mirë se cila është rruga që duhet të ndiqni për të qenë të suksesshëm, prandaj dhe mund ta zgjidhni atë si rrugë, pra keni më të thjeshtë për ta zgjedhur këtë si rrugë. Ndërkohë që merrni një mbështetje shumë më të madhe në këto momente nga sistemi. Kjo vjen në të vërtetë nëpërmjet bashkëpunimeve, pra ju duhet që të bashkëpunoni nëse doni që të jeni të suksesshëm. Aspektet që ndryshojnë në këto momente ose që janë më të prekura gjatë kësaj jave në jetën tuaj janë marrëdhëniet familjare, ku mund të kemi probleme, por në qoftë se jemi të qetë dhe veprojmë në mënyrë të matur, kemi aftësi që të zgjidhim, kemi mundësi ose do të na hapen edhe rrugë të reja nëse duam që të ndryshojmë ambientin ku ne jetojmë, që mund të thotë edhe shpendosje. Nga ana tjetër, kemi ndryshime të dinamikave brenda marrëdhënieve në çift, si në lidhje personale, po ashtu edhe në lidhje me partneritetet e biznesit. Në pikën tjetër ku kemi ndryshim vërtet shumë të madh është karriera, e cila do të jetë vërtet e prekur sidomos gjatë ditës së martë, ku do të na duhet që të marrim edhe disa vendime radikale. Shenja e mbërcjapit pas kësaj jave do të ketë vërtet një panoramë komplet ndryshe. Nëse është apo s'është e suksesshme, është komplet në dorën tuaj. Përsëri, Saturni gjatë kësaj jave është shumë i ngatërsuar sepse do të kalojë në retrograd, duke filluar që nga dita e shtunë. Prandaj dhe nëse duam që të jemi të suksesshëm, nëse duam që të jemi të lumtur, çdo hap duhet hedhur me përgjegjësi të plotë. Shenja e ujorit. Për shenja e ujorit kjo javë është shumë vendimtare. Kemi një kënd shumë të rëndësishëm, i cili tashmë është bërë i famshëm në botën e astrologjisë të paktën. Ky për ju është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv, duke qenë se kemi një kënd pozitiv midis Plutonit dhe Uranit, i cili Plutoni është i vendosur tek shenja juaj dhe Urani është i vendosur tek shenja e binjakëve dhe mbi të gjitha është dhe drejtuesi juaj. Ka dhe një kënd pozitiv edhe me Jupiterin. Kjo për ju domethënë lidhje ose marrëdhënie shumë pozitive. Personat të cilët ju mbështesin në çdo aspekt tjetër, personat të cilët bëhen vërtet partnerët tuaj, pra personat të cilët ju gjenden në çdo moment që ju keni nevojë. Gjatë kësaj periudhe mund të kemi pasur edhe probleme ose pasiguri në jetën tonë, ose në disa raste mund të kemi qenë të pasigur se si mund të zgjidhim problemet në jetën tonë. Të gjitha këto do të marrin përgjigje gjatë kësaj jave, sidomos dita e martë në këtë aspekt ka një ndikim vërtet vendimtar. Është një ditë gjatë të cilës ju do të jeni shumë më të qartë se çfarë po mundohet që të ndodhë në jetën tuaj, se cilat janë dinamikat që janë në jetën tuaj që ju nuk e kishit idenë se si mund t'i përdorni ose si t'i zgjidhni. Dhe si rrjedhë keni edhe mundësi që t'i rregulloni ato. Kemi një ndikim, por ky është një ndikim i cili vjen pak me kriza. Si rrjedhoj që t'jeni gjaku ftohtë është e këshillueshme. Një ndër këshillat e tjera është të mos bini pre egos tuaj, pra të mos këmbgulni që t'ju dalë patjetër e juaja, të mundoheni që të implementoni elementet që në këto momente po ju ofrohen. Këto elemente mund të jenë duke ju ofruar nga shoqëria juaj e ngushtë, pra nga rrethi juaj i ngushtë, e njëjta që edhe nga vëllezërit dhe nga motrat, ose mund të kenë ardhur në jetën tuaj nëpërmjet edukimit, në disa raste edhe udhëtimeve.
Se sa jeni ju të aftë që të aplikoni këto në jetën tuaj, normalisht që është në dorën e individit, por në përgjithësi do të mund të merrni një mbështetje shumë të madhe në këto momente, edhe nga familja, po ashtu edhe nga partnerët. Mbarimi i retrogradës së Mërkurit për ju është edhe mbarimi i periudhës ku mund të keni parasysh probleme në lidhje me shëndetin tuaj fizik, ku mund të keni qenë pak më të lodhur dhe nuk mund të keni ditur se ku ta kanalizoni energjinë tuaj. Ky është një lajm pozitiv detyrimisht për ju. Pas kësaj futen në një periudhë ku e keni më të thjeshtë që të dini se ku duhet të përqendroheni, ku duhet të investoheni, nëse dëshironi që të keni një jetë më të shëndetshme. Pika ku keni vërtet shumë fat është çështja sentimentale, është duke qenë se do të kemi edhe kalimin e diellit dhe do të jetë në takim me Jupiterin, duke filluar që nga dita e Mërkur. Kjo periudhë do të thonë një fat vërtet shumë madh në lidhje me çështjet sentimentale, mund të përballeni me personin tuaj të jetës ose ta shijoni shumë më tepër lidhjen aktuale. Dhe shenja e peshqve. Kjo është një javë me ndikime vërtet shumë intensive. Intensiteti konsiston në përcaktimin e jetës që do të jetojmë që tani e tutje, duke qenë se kuptojmë shumë më mirë se cilat janë projektet që do të jenë fitëmpruese në të njëjtën kohë, kuptojmë shumë mirë dhe se cila është rruga që ne duhet të ndjekim për të arritur aty. Kemi shumë rikthime nga e shkuara për ju gjatë gjithë javës pothuajse, pavarësisht se retrograda e Mërkurit do të mbarojë. Kjo sepse vazhdojmë që të jemi në periudhën ku akumuloni informacione në lidhje me projektet që ne duhet të bëjmë. Kemi një ndihmë shumë të madhe në këto momente nga sistemi, sepse është një ndër momentet e fundit ku ju mund të arrini që të piketoni se cila është jeta që dëshironi të ndërtoni. Prandaj dhe mund të marrim edhe informacione në lidhje me jetën tuaj profesionale, po ashtu edhe në lidhje me jetën tuaj personale. Kemi zhvillime të shumta edhe brenda familjes, dinamikat këtu fillojnë që të ndryshojnë. Është një javë kthjellësimi, pra. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm në lidhje me karrierën. Ju jeni një ndërshenjë që mund të keni ndryshime të shumta këtu. Është e vlefshme edhe në aspektin e rritjes, sepse kemi mundësi të shumta që në këtë moment në jetën tonë. Këto mundësi në përgjithësi na vijnë në formën e propozimeve nëpërmjet kolegëve tan ose personave që kemi njohur nëpërmjet punës. Bëni persona që keni më tepër sukses për këtë arsye dhe si rrjedhë do të keni edhe të ardha materiale të cilat sa vinë dhe shtohen. Për sa përket shpenzimeve që javën e kaluar ju këshillova që të mos i bëni shumë, gjatë kësaj jave, në qoftë se keni të kontrolluar ashtu siç duhet, do të kuptoni gradualisht se cilat janë pikat ku do të filloni që të investoni ato në mënyrë që të keni edhe një jetë shumë më tepër stabil. Kemi ndryshime për sa i përket mënyrës se si ne jetojmë jetën tonë, se mënyrës se si ne e ndërtojmë jetën e përditshme. Ky është një ndryshim shumë i madh pozitiv. Sidomos pas ditës së premte do ta ndijmë edhe më tepër këtë, duke qenë se do të kemi edhe mbarimin e retrogradës së Mërkurit. Kjo do të thotë që nuk kemi tashmë të nxitur shumë nga instinkti apo nga impulset, pasioni jon, jemi më tepër të nxitur për të ndërtuar një jetë më praktike. Për sa i përket çështjeve sentimentale, shenja e peshqve është një ndërshenjë që ka më tepër fat në këto momente, por ky fat vjen vetëm në qoftë se ne jemi të përgjegjshëm. Pra, vendosim se çfarë duam të ndërtojmë përpara se të hedhim hapat. Duhet të jemi shumë të përgjegjshëm për atë çfarë kemi ne nevojë, për nevojat tona dhe ta shprehim atë kundrejt personave që kemi përballë. Pra, ta shprehim atë personave që kemi përballë. Kjo është mënyra më efikase, më e përgjegjshme dhe më e ndërgjegjshme që mendoj unë se mund të ketë për të ndërtuar diçka të shëndetshme. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket marrëdhënieve familjare, për shëndetin e peshqve kjo është një javë shumë e rëndësishme. Ndikimi më i rëndësishëm vjen sepse kemi spastrim me dinamikave problematike që mund të kenë ekzistuar brenda familjes. Kemi një kënd shumë pozitiv gjatë kësaj jave, që është ajo e Jupiterit me Uranin. Kjo periudhë domethënë që bëheni personë të cilën zgjidhni problem. Prandaj në vend që të fokusoni tek problemi ose të varrosni veten tuaj brenda detajeve, është më e rëndësishme që të jeni në natyrën tuaj, që shikoni fotografin të plotë dhe të vazhdoni që të fokusoni tek zgjidhja dhe ta prezantoni atë në atë mënyrë. Për shëndetin e peshqve, jemi tashmë në fazën ku po ndërtojnë jetën e tyre në formën e tyre e saj finale dhe për këtë arsye sistemi ju ndihmon vërtet shumë. Kjo është një ndër javët më pozitive në këtë aspekt, sepse mund të sjellë përpara jush edhe mundësi për të kryer të ardhur materiale të mira. Kjo është diçka që duhet të filloni që ta merrni me seriozitet, duke qenë se Saturn do të kalojë në retrograd,
nuk keni më mundësi që të bëni veprime të papërgjeshme, pra të bëni investime të papërgjeshme ka edukuar që përpara se të veproni, përpara çdo veprimi, pra para çdo investimi që bëni, ta mendoni mirë, të bëni analizat e detyrueshme dhe pastaj të veproni. Këto ishin të gjitha ndikimet që kishim gjatë kësaj jave, si ato të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Shumë faleminderit që më ndoqët, mos harroni që të më ndiqni edhe te kanali im YouTube-it, të përqeni këtë video dhe mos harroni që të bëni dhe komente. Nëse keni sugjerime për video të ndryshme, edhe ato mundem të marr. Faleminderit dhe mirupafshim.